Plazhet e Lezhës do të jenë kryesisht publike, me shumicën e tyre të administruar nga Bashkia e Lezhës. Kjo nisëm synon të sigurojë akses të lirë të rregulluar për pushuesit, duke shmangur abuzimet dhe zaptimet private të hapësirave bregdetare. Çmimi i çadrave do të variojë nga 300 deri në 500 lekë, duke ofruar një alternativë të përballueshme për të gjithë. Për menaxhimin e plazheve, Bashkia ka ngritur një strukturë dedikuar, e cila do funksionojë si njësi shërbimi, duke garantuar mirëmbajtjen dhe sigurinë e zonave publike. Kreu i kësaj bashkie, Pierre Indreu, tha se nuk do ketë më shezllonet e rezervuar për beachbare, duke i lënë fund monopoleve të bizneseve që kufizonin hapësirën për pushuesit, dhe kjo njësi vendore do të ketë të gjithë infrastrukturën që u nevojitet këtyre stacione plazhi. Plazhet publike, që në rastin e Lezhës janë mbi 80%, administrohen nga bashkia në gjithë aspektet e saj. Kjo nuk do thotë se gjitha plazhet do jenë të ngarkuara me shezllone. Ne do të japim alternativë pushuesve, nëse duan apo s'duan. Nëse duan të marrin shezllon, do kenë aty. Nëse s'duan, do hyjnë do aksesojnë në zonën publike sipas mënyrës që vendosin ata, jo sipas mënyrës që vendosim ne. Ka tendenca për evazion fiskal, për mosdeklarime të dhomave. Kjo është një mënyrë për të përcaktuar dhe numrin e dhomave të bizneseve të cilat marrin pjesë në formën e hotelerisë me shezllon. Bashkia do të marrë masa të plota për pastërtinë, për koshat e mbedurinave, për bejoqet, për rrethimin e zonës sigurisë, për banjot, tualetet, për gjithçka i duhet një stacioni plazhi. Do ketë në zona të caktuara, në disa zona do ketë shezllone të palosura në një cep aty, dhe është në zgjedhjen e klientit nëse do i marr apo s'do i marr, nëse do hyj në zonën publike pa shezllone ose me shezllone. Shezllonget do të lejohen vetëm për hotelet me një rregull të ri që u lejon të vendosin maksimumi 2 fish në numrin të llomeve të tyre në çadra. Kjo masë do të kufizojë keq përdorimin e hapësirës bregdetare dhe do të detyrojë hotelet të deklarojnë numrin e llomave, duke sjellë më shumë transparencë në sektorin e turizmit.